Habit mjeku jap se duhet të bëni dush në mëngjes. Studimet të ndryshme kanë treguar se njerëzit të cilët bëjnë dush herët në mëngjes janë më të lumtur dhe ndihen më të bukur. Sipas një studimi të bërë nga shkencëtarë dhe studiues të ndryshëm, thuhet se 90% e femrave në botë, të cilat bëjnë dush në mëngjes, janë shprehur se janë më të lumtura dhe kështu ato e nisin ditën më mbar. Sa i përket bukurisë, pas një dushi të pastër, lëkura juaj dhe ju do të dukeni më shkëlqyese, kështu që mos nguroni të lajni në mëngjes, por siguroheni që të mos e bëni këtë pak para se të dilni nga shtëpia herët në mëngjes, sepse kjo do të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Prandaj përpiquni që ta bëni në orët e para të mëngjesit, para se të konsumoni edhe vaktin tuaj të parë të ditës.